Dy këndet e lojrave për fëmijët, ai pranë parkut Rinia dhe te parkut e Shën Maria, janë shtruar me tapet bari artificial. Ndërhyrja e kryer nga Bashkia e Korçës ka ardhur pas heqjes së tapetit nga një prej anekseve sportive në afërsi të stadiumit, ndërsa është menduar se shtrimi me këtë tapet bari do të jetë jo vetëm më i këndshëm për syrin, por në radhë të parë më i dobishëm për fëmijët, të cilët në këtë mënyrë kanë mundësi të argëtohen të sigurt, pa u ndotur dhe pa u dëmtuar nga gurët. Të njëjtën gjë mendojnë edhe prindrit e gjyshrit e voglushve, të cilët janë frekuentues të rregullt të këtyre ambienteve. Dalim gjithnjë me fëmijët nga parku, i pëlqen dhe këta janë kalamaj duan të luajnë më mirë, sa aty ishte me gurët, tani që është shtruar kështu është më mirë dhe nuk vriten fëmijët dhe kënaqen. Është shumë mirë që kanë shtruar për fëmijët. Dalin fëmijët, nuk ndoten. Lozin, kënaqen fëmijët këto. Kam bërë shumë mirë bashkia që e ka shtruar për fëmijët. Në të dyja këto ambiente, punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike të Bashkisë Korç kanë kryer edhe merremetimin e lyerjen e lojrave, ndërsa janë shtuar edhe disa lojra të tjera, me qëllim që fëmijët të jenë të sigurt gjatë qëndrimit në këto zona. Mendohet që të shtrohet me tapet bari artificial edhe palestra e hapur që ndodhet në fund të parkut Rinia.